Se ka mundësi. U falë dy çështje që po du më mundu me ka pjesë dyve në pjesën e asaj përgjigjes në aspektin profesional. Te pjesa e lumturisë, nuk është që veç e lumturon personin kur bëhet operacioni tek obeziteti, por kryesisht ka të bëj përveç lumturisë edhe shërimin në tërësi, se personat që kanë obezitet kanë sigurisht tension të lartë gjakut. Sigurisht. Kanë edhe diabetin. Probleme me zemrën, probleme me nyjet. Me mëlçinë e gjitha ato. Sigurisht. Dhe këtu do të thotë është një pjesë e përgjithshme asaj lumturisë që përmendë si shpëtim i jetës tek individi që detyrohet duke llogaritur atë çështjen tash te pjesa që kolega po thotë se duhet domosdo të kaloj e mos të hyjë në operacion, ose dhe kur flitet për një çështje që është interesant se na kur flasim për vdekjet, gjithherë duhet të jemi të saktë, ta japim informatën e bazuar në vërtetësinë nga mjeku ligjor, që në këtë rast unë gjithherë jam i kujdesshëm të merr me këto statistika dhe me këto dhëna në informacione publike, për shkak se vdekjet që bëhen në klinika duhet të merret dhe të konstatohet se për çka vdiq personi. E jo ai ndoshta ka vdek, jo që ka vdek nga pjesa e ndërhyrjes në lukt, por janë shkaqe tjera pasoperative, të cilat kirurgët, se jam i fushës, e di, nuk jam kirurg, po jam psikolog klinik dhe neurofiziologjinë dhe pjesën e fiziologjisë organike e njoh pak a shumë. Rreziqet pasoperative janë te koha kur a mundet t'i përballoj personi që i nënshtrohet anestezionit përgjithshëm kohës së zgjimit pas operacionit, se ka njerëz që nuk mundin me u zgju për shkak defekteve me organet e frymore, se gjitha ato si procedura në pjesën e fiziologjisë organike, ose edhe te pjesa e kohës së gjakderdhjes. Mund ndodhë që pas operacionit edhe koha e koagulimit gjakut nuk është e përshtatshme, nuk është efektive, nuk është e mundshme t'i përballoj dhe ta ndaloj gjakderdhjen. Kështu që kur moten këtu dy faktorë ose edhe faktorë të tjerë, cilët s'po du tash me marr kohë dhe me fol për aspektin shëndetësor, mjeku, kirurgu e vërteton mbi bazën e analizave. Dhe ai thotë se ky person mundet të hyjë në operacion. Pikërisht atë dhe por thash. Nuk është njëherë 100% kjo e saktë, se në mjekësi kur nuk bëjnë 1+1=2, po bëjnë 3, dhe atëherë në raste të tilla ekstreme që krejt analizat të dalin me rezultate, po pas operacionit mundet personi edhe me vdek. Për shkak të një rrezikut që ndodh në çdo. Dhe tani vetëm në aeroplan do të kthy pi Turqisë. Veç pak lutem. Dek djalë i ri. Po, të lutem vetëm. Po ai ka mujt të arsye tjetër me vdekje. Jo, ajo bë operacion edhe tu kthy për operacionin. Po, ka mujt edhe aksident me bëu edhe me vdek. A ban vetëm pak se doshta me tash do me thonë që ka e ka operuar. Doshta me thonë bas operacionit. Një të vërtetë, e cila është e bazuar në statistikë. Ne duhet ta flasim dhe të thirrimi për një rast të tillë që është ekzistues. Vdekje ka të natyrshme